Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në dashuri do të ndjeni të frymëzuar dhe të hapur ndaj bisedave të thella me partnerin, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë interesant në një ambient të papritur. Në punë, bashkëpunimi me kolegët sjell rezultate të mira, por keni kujdes nga vonesat e papritura që mund të ndikojnë tek projektet tuaja. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj lodhjes mendore, ndaj mos anashkaloni pushimin. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme sot. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Dita sjell harmoni në marrëdhëniet tuaja, ndërkohë që një gest i vogël i dashurisë mund të përmirësojë atmosferën në çift. Në ambientin profesional do të përballeni me disa sfida, por këmbëngulja juaj do të shpërblehet. Kujdesuni për ushqimin dhe shmangni stresin e tepërt për të ruajtur energjinë. Në planin financiar, është koha të tregoheni të matur dhe të shmangni investimet e nxituara. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Sot mund të ndjeni një nevojë për ndryshim në jetën tuaj sentimentale, ndaj mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja me sinqeritet. Në punë do të keni mundësinë të shfaqni kreativitetin dhe idetë tuaja do të vlerësohen nga të tjerët. Kujdesuni për shëndetin duke shmangur lodhjen fizike dhe duke marrë kohë për veten. Financat kërkojnë një planifikim më të mirë për të shmangur situata të papritura. Gaforja. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Në marrëdhënie ndiheni më të lidhur me partnerin, ndërsa beqarët mund të marrin një ftesë të papritur romantike. Në punë, një bashkëbisedim i rëndësishëm me një epror mund të hapë rrugë të reja. Kujdesuni ndaj problemeve të vogla shëndetësore që mund të shfaqen sot, si lodhja apo dhimbjet e muskujve. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të ruani një balans mes të ardhurave dhe shpenzimeve. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Dashuria sot kërkon mirëkuptim dhe durim, pasi mund të lindin mosmarrëveshje të vogla që zgjidhen lehtë nëse tregoheni të hapur. Në punë do të keni mundësinë të përfundoni një detyrë të rëndësishme që do të sjellë vlerësim nga të tjerët. Kujdesuni për shëndetin duke bërë një shëtitje ose ushtrime të lehta për të çliruar tensionin. Në aspektin financiar mund të merrni një lajm pozitiv ose të papritur lidhur me një pagesë. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Sot do të ndiheni të dashuruar dhe do të përjetoni afërsi më të madhe me partnerin, ndërsa beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt të veçantë. Në punë, një koleg mund t'ju kërkojë ndihmë dhe bashkëpunimi do të sjellë përfitime për të dyja palët. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni pushimin gjatë ditës. Financat janë të qëndrueshme, por mos shpenzoni për gjëra të panevojshme. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Marrëdhëniet tuaja do të jenë të mbushura me ngrohtësi dhe dashamirësi, duke ju bërë të ndiheni të vlerësuar. Në punë mund të përballeni me një sfidë të re që kërkon vendosmëri dhe përqendrim maksimal. Shëndeti është stabil, por kujdesuni më shumë për ushqimin. Në financa, shmangni rreziqet dhe merrni vendime të menduara mirë për të ardhmen. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Sot është një ditë e mirë për të forcuar lidhjet emocionale me partnerin ose për të bërë një hap të ri në një marrëdhënie. Në aspektin profesional mund të merrni një përgjigje pozitive për një projekt të rëndësishëm. Kujdesuni për shëndetin duke bërë aktivitet fizik të moderuar dhe duke evituar lodhjen e tepërt. Financat janë në përmirësim, por është e këshillueshme të kurseni për të ardhmen. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Në dashuri do të ndiheni më të qetë dhe të sigurt, duke bërë që marrëdhëniet të ecin natyrshëm. Në punë do të merrni vlerësime për përkushtimin tuaj dhe mund të shfaqet një mundësi për avancim. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të bëni pushime të shkurtra gjatë ditës. Financat kërkojnë kujdes, pasi disa shpenzime të papritura mund të shfaqen.
Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Sot do të ndjeni nevojën për të ndarë ndjenjat tuaja me dikë të afërt, duke përmirësuar lidhjet personale. Në punë, një projekt i përbashkët do të kërkojë bashkëpunim dhe fleksibilitet, ndaj jeni të hapur ndaj ideve të reja. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos anashkaloni aktivitetet relaksuese. Financat janë të mira, por përpiquni të menaxhoni me kujdes buxhetin. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Dashuria do të jetë në qendër të vëmendjes, ku një bisedë e sinqert me partnerin mund të zgjidhë keqkuptime të vogla. Në punë do të shfaqni aftësi të mira analitike që do t'ju ndihmojnë të zgjidhni një problem të rëndësishëm. Kujdesuni për shëndetin mendor duke marrë kohë për veten dhe duke shmangur stresin. Financat janë të qëndrueshme, por mos ndërmerrni rreziqe të panevojshme sot. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Marrëdhëniet romantike përjetojnë një moment harmonie, ndërsa beqarët mund të fillojnë një njohje të re që premton shumë. Në vendin e punës, vëmendja ndaj detajeve do të jetë qelësi për të shmangur gabimet dhe për të arritur sukses. Kujdesuni për shëndetin duke bërë kujdes me oraret dhe ushqimin. Financat janë të stabilizuara, por është koha të filloni të planifikoni investime për të ardhmen. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.